Për shumë shqiptarë që jetojnë në Gjermani, rruga për rifitimin e shtetësisë shqiptare nuk ka qenë e lehtë. Vendi i fuqishëm evropian vendosi në 2024 të lejonte mbajtjen e dy shtetësive, por përpara kësaj një sër emigrantësh ishin detyruar të ishin dorë nga shtetësia shqiptare në favor të asaj gjermane. Pas këtij vendimi të Berlinit, zyrtar që gëzoi shumë emigrantë shqiptar, ata që tentuan të rimerrin dhe shtetësinë e vjetër e panë se nuk ishte aq e lehtë. Aplikimi u bllokua kur ambasada e Shqipërisë atje kërkoi një certifikat lindje dhe një certifikat familjare të lëshuara nga autoritetet gjermane. Një certifikat lindje nga Gjermania mund të ketë kuptim vetëm për ata që kanë lindur në këtë vend, por për ata që kanë lindur në Shqipëri, kjo kërkesë ishte absurde, thotë DW, së cilës Senati i Berlinit i ka konfirmuar tani se ekziston një mundësi për të marrë një kopje të certifikatës së lindjes nga autoritetet gjermane, por vetëm nëse qytetari i regjistron vetë në gjendje civile përmes një procedure të veçantë. Megjithatë, edhe nëse ekziston, Senati i Berlinit dyshon se ky dokument do të njihej nga autoritetet e huaja si certifikat zyrtare e lindjeje. Sipas Senatit, rastet e ngjashme janë regjistruar edhe me shtetas të naturalizuar nga Vietnami dhe ish Jugosllavia. Janë 174 qytetarë që sipas ambasadës shqiptare në Gjermani kanë paraqitur një kërkesë për rikthimin e shtetësisë shqiptare në Berlin e shumicën prej tyre i ka prekur kjo pengesë dokumentare. Në fillim të prillit, qeveria shqiptare ndërmori një ndryshim të rëndësishëm të rregullores dhe tani nuk është më e nevojshme një certifikat lindje nga Gjermania. Mjafton një certifikat e lëshuar në Shqipëri dhe ajo mund të merret edhe përmes konsullatës. Ky ndryshim i rregullores ka hapur rrugët për të gjithë personat e bllokuar, edhe pse për disa aplikantë që i kishin përgatitur të gjitha dokumentet dhe që nuk morën më takim në ambasadë pas vendosjes së kërkesës së re për dy dokumente shtesë nga Gjermania, certifikatën e lindjes dhe certifikatën familjare, ekziston shqetësimi se dokumentet e përgatitura me kosto të konsiderueshme mund të kenë humbur vlefshmërinë për shkak të afatit 6 mujor, ndaj pritet të shihet nëse do të ketë zgjatje të afatit të vlefshmërisë së aplikimeve të bëra para ndryshimit të rregullores.